Çmimi i ulët i luleshtrydhes ka ngritur në protestë paraditën e kësaj të hëne 10 fermerë nga të gjitha fshatrat e njësisë administrative Frakull pranë vendit të quajtur Rotondo e Kafaraj, në aksin Levan-Tepelen. Fermerët pohojnë se për kultivuesit e luleshtrydhes ky është viti më i keq, pasi kurrë më parë nuk ka ndodhur që në këtë periudhë të vitit çmimi të arrijë deri në 500 lekë për ar, ndërkohë që po përballen edhe me përgjysmim të prodhimit për shkak të ngriçave lagështirës dhe përmbytjeve. Fermerët kanë kundërshtuar politikat e pikave të grumbullimit, të cilat sipas tyre po vendosin çmimin sipas dëshirës, ndërkohë që vetë i tregtojnë me çmime dyfish të larta dhe gjithashtu kanë hedhur poshtë zërat se luleshtrydhet vendase janë me pesticide. Ne sot jemi mbledhur, domethënë arsyeja kryesore dhe më e rëndësishme është që ne nuk po na shitet prodhimi. Në ka vajtur në kushtet më minimale dhe po shesim me humbje. Në çmim 5000 lekë, 4000 lekë, ne jemi nën kosto. Informacioni është, domethënë, nëse këtu sot ikën për shembull me 5000 lekë, atje për momentin mund t'iki 9 deri në 12000 lekë. Arka, gjithmonë flasim me arka, mos ngadrohemi me kile. Kush do qoftë që do të kryej analiza mund vitet toka ime sepse unë përdor mikroorganizma dhe elementet që nuk përbëjnë fare. Kur kam vajtur tek pikat e grumbullimit më kanë thënë që nuk më intereson se çfarë prodhon ti. Përballë kësaj situate, ata kanë apeluar për të gjitha institucionet përgjegjëse që t'u vinë në ndihmë në këtë situatë të vështirë që po i çon drejt falimentimit. Luleshtrydhes i bëjmë thirrje shtetit të ndërhyjë sa më parë, të shikojë me sa shesin pikat e grumbullimit, me sa e nxjerrin jashtë dhe me sa paguhet fermeri në realitet. Jo ç'a thon mediat andaj këtej, ç'a ndodh këtu në zonën e Luleshtrydhes. E para, e dyta. U premtua na ministri i bujqësisë për të gjithë zonën e përmbytur këtu. S'ka ardhur njëri fare të shikojë për të gjithë përmbytjen e që bëri Vjosa. E treta, i bëjmë thirrje qeverisë, tuli koston e naftës për bujqësinë, sa ja jep peshkimit, që edhe ne tulim koston e prodhimit. Edhe të subvencionoj fidanët, sepse pos ndodhen këto gjëra nuk do mbyllet me luleshtrydhe këtu në këtë zonë. Do falimentojnë të gjithë. Pikat e grumbullojnë me 5000 lekë, turp paqetëzes. Ne me ato nuk lejmë dot as punëtor, as arkën, as ti themi kapaçkën. Për ne këtu janë të lidhura shteti bashkë me gjithë pikat, janë të lidhura bashkë edhe s'duan të dinë fare. Neve punojmë kot, rrojmë kot. Ne ndjeni veten të braktisur në fatin tuaj. Ne kemi 13 vjet jemi të braktisur. Ata kanë pohuar gjithashtu se nëse nuk do të merret asnjë masë konkrete, do të vijojnë për shkallëzimin e protestave.